Si do t'jetë fundjava në teritorin shqiptar dhe më pas në rajon? Fatmirësisht Andi, jo vetëm në teritorin shqiptar, por në fqinjën tanë përreth, kryesisht pjesa më e madhe, gjysma veriore, do thosha e Greqisë, më pas Kosova, Maqedonia, Malizi, pjesa më e madhe e Ballkanit. Paraqitet në kushte krejtëstabël të motit, diell dhe temperatura të larta gjatë mesditës, mëngjeset dhe orët e natës janë të ftohta, sa më në veri të Ballkanit të ngjitemi, aq më ftohtë janë orët e natës dhe mëngjesi. Kryesisht për Kosovën, le të themi, sepse përgjithsisht shqiptarët gjatë fundjavave kalojnë kufirin drejt Kosovës, nata dhe mëngjeset janë më ftohtë se sa në territorin shqiptar, ndërkohë mesdita dhe atje me temperaturat e larta do të kemi maksimume përgjithsisht rreth 15 deri në 18 gradë Celsius për Republikën e Kosovës, Maqedonia po ashtu, kryesisht në zonat lindore të Maqedonisë që i takojnë dhe zonave të populluara kryesisht nga shqiptarët, termometri maksimal ngjitet në 19 apo 20 gradë Celsius, mëngjeset edhe në Maqedoni do të jenë sikundër në territorin shqiptar në zonat malore të ftohta 0 deri në 3-4 gradë do të jenë mëngjeset për zonat, për qytetet shqiptare të Maqedonisë së Veriut, Malizi diçka më ftohtë në fakt, Ulqini, por edhe Tivari, por edhe zona më të thella si Plava dhe Gucia do të kenë temperatura të ulta gjatë mëngjesit, ndërsa mesditat mjaft të ngrohta. Diell në të gjithë Ballkanin dhe përgjithsisht është gadishulli i Ballkanit dhe një pjesë e mirë e Europës qendrore dhe lindore në kushte mjaft komode, jo vetëm në këtë moment që flasim, jo vetëm për të fundjavë, por edhe për javën tjetër dhe për disa ditë me radhë. Andi, për t'ju kthyer asaj pyetjes suaj për Krishtlindjen, në fakt nuk presim rreshje për Krishtlindje, sikundër edhe pas Krishtlindjeve. Me një siguri të lartë, po themi që deri nga data 27 ne nuk presim rreshje në territor, për jashtuar atë mesjavën që vjen ca me rreshje krejt të pakta të papërfillshme, por kryesisht mod stabil në rajonin e Ballkanit, në territorin shqiptar, por nuk do të jetë kështu pjesa tjetër e kontinentit, Andi. Qartë, e konsumuam dhe Krishtlindjet, atëherë po kaloj menjëherë te problematika, Tanja. Si një meteorologe me shumë përvojë, pra me shumë vite, ju duket shqetësim që në këto momente pra nuk është ai i ftohtë i zakonshëm, ai dimri i zakonshëm, pra nuk ka më stin. Duket sikur nuk ka më stin, ka një ngrohje të tmerrshme globale. Po, Andi, shumë e vërtet, këto ju e thatë që janë ditë tipike të shtatorit, në fakt dhjetorin ne kishim parashikuar dhe më herë kishim thënë që dhjetori do t'i ngjaj dhe në fakt sa vjen dhe i ngjan më shumë vjeshtë se sa një dimër të vërtet, rrallë herë ndodh që dhjetori të ketë ndonjë periudhë këtë të shkurtër 3-4 ditore apo maksimumi një javë në kushte tipike të dimrit, por duke qenë se dimrin e vërtet ne e pam në disa ditë të nëntorit, dimri 25-26, për pjesën që i takon vitit 2025, pra fillimit të dimrit, do të jetë ajo pjesë që ne kemi përjetuar gjatë nëntorit. Termometri qëndron në vlera pak a shumë të njëjta, relativisht freskët mëngjeset, por nuk janë asgjë krahasuar me një dhjetor normal. Duhet të kishim temperatura -2 apo -3 në zonat malore gjatë mëngjeseve, mesditat mjaft më të ngrohta, e tillë vjon situata deri rreth datës 20-21, më pas kemi një freskim të kushteve të motit, shkojmë i afrohemi vlerave tipike të muajit dhjetor nga pikpamja termike si në mëngjes, ashtu edhe në mesditë, por nuk do të kemi rreshje, ndërkohë që dhjetori do duhet Andi të ishte plot për plot me rreshje, nuk do të jetë kështu dhe për t'i kthyer një përgjigje krejtë e përmbledhur asaj që ju më pyetët, po patjetër, ndryshimet klimatike kanë bërë efektin e tyre jo vetëm në territorin shqiptar, në shkallë globale, në shkallë rajonale. Ballkani nuk do duhet të ishte kështu me mod kaq stabil të kthjellët për disa ditë me radhë, sepse nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në kuptimin e asaj që kemi disa ditë me diell, por jo, janë shumë ditë, shumica e ditëve dhjetorit paraqiten me mod me diell, me temperatura të larta gjatë mesditës. Her pas here kemi tendenca të afrohemi normalitetit të dhjetorit vetëm në vlerat termike të mëngjesit, por pjesa tjetër e dhjetorit, do thosha për t'i bërë një tablo të përgjithshme dhjetorit, në 90% të dhjetorit ne kemi kushte vjeshte, Andi, dhe jo kushte dimri, jo vetëm këtë vit, por edhe vitin e kaluar dhe prej më shumë se sa 2 dekadash, kjo ka qenë tabloja e dhjetorit ku rreshtet kanë munguar dhe kemi patur shumë diell dhe ka qenë të paktën 2 apo 3 gradë mbi normalitetin e asaj çfarë do duhet të ishte muaji dhjetor nga pikpamja e një klime normale, por nuk ka më normalitet të klimës në Shqipëri, në Ballkan, në të gjithë pellgun e mesdheut apo edhe në shkallë globale, Andi. Tanja Porjat, falenderoj për të lidhje të drejtë me drejtë me aty sot.